Në mesnatën e 4 marsit u mbyll dhe afati për regjistrimin e diasporës në zgjedhjet e 11 majit. Megjithatë, ka qenë Partia Demokratike që ka bërë një kërkesë zyrtare për ta zgjatur edhe më shumë datën në mënyrë që t'i jepet koha e mjaftueshme të gjithë diasporës për të aplikuar e për të pasur të drejtën e votës. Por, KQZ-ja, më konkretisht, zoti Celibashi dhe Partia Socialiste kanë qenë të mendimit, duke mos e miratuar këtë kërkesë së Partisë Demokratike për shkak se nuk janë edhe shumicë, duke kërkuar pra PS-ja dhe Celibashi që t'i jepet një shans i dytë vetëm personave, që nuk është se janë pak faktikisht, janë 41.000, vetëm personave të cilëve u është refuzuar një herë për shkak të një gabimi që mund të kenë kryer në momentin e aplikimit. Për këtë do diskutojmë në vijim edhe për koalicionet, mënyrën se vijim partitë si janë të regjistruar e të tjerë me radhë. Jam në studio me Gerti Shellën, faleminderit Gert. Për kohën, është interesante kjo pjesa diasporës dhe pak e ngatruar. Kur është ngatruar për ne këtu që nuk është se do aplikojmë, imagjino për ata që janë jashtë dhe përpiqen shpeshherë, por këtë do ma sqarosh në vijim. Erion Bega, jurist, faleminderit që je me mua. Andi Mustafaj, faleminderit po ashtu. Kam në një lidhje direkte dhe Daniel Nikollën nga Diaspora Londër. Faleminderit Daniel. Gerti, e nisim bashk. E para, mendon je i grupimit që duhej zgjatur afati apo 4 marsi ishte okay? Afati duhej zgjatur, me aq sa të ketë patur mundësi, po themi ti ishte fleksibël Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, kam përshtypjen që kjo ka qenë një qëndrim edhe zyrtar i kryekomisionerit Celibashi, por në diskutimet që u shtruan, pra që u kthye vendimarrja partive që janë një farë kuptimi vendimarrësit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duket se nuk u gjet konsensusi. Unë mendoj që ne kemi një deficit demokratik, pra Shqipëria me zor arrin të prodhoj, si thua, cilësisht demokracinë e vetë, për shkak se gjithmonë më shumë, më pak se gjysmë e votuesve paraqitet në zgjedhje. Fakti që ne arritëm të bëjmë një mini revolucion si kualifikimi i votës së emigrantëve për të qenë numëruar në zgjedhjet e 11 maj 2025, duhet të ishte parë edhe si një opcion, jo procedurial, por në thelbin e vetë, pra duhet ishte konsideruar çdo mundësi, pra 3 ditë u kërkua, 4 ditë më shumë të zgjatja shafati, me patjetër nga të gjitha forcat politike. Ne ja kemi borxh shqiptarëve t'i japim edhe mundësinë e fundit, në mënyrë që ata të kenë mundësi të ushtrojnë të drejtën e tyre të votës dhe të jenë pjesëmarrës në demokraci. Ju si drejtuesi i InfoChip shpeshherë i keni sqaruar, i tregoni me statistika, madje edhe dini të sqaroni ashtu si duhet të gjithë manovrat që përdorin partitë politike në zgjedhje. A është kjo një manovër për të lënë datën 4 mars apo është thjesht e keq menduar? Partitë politike bëjnë gabime, ose më saktë ato janë, si thua, në krye të gjithë zinxhirit të të bërjes gabime, sepse çfarë diskutojmë shpeshherë në Shqipëri, si ne do bëjmë demokracisë, si ne do bëjmë ekonomisë, mungesën e hapësirave të ndërveprimit, lirisë e kështu me radhë, dhe vendimarrësit janë partitë politike, të cilët kur vënë në kuvend apo kur marrin drejtimin e institucioneve, bëjnë këto vendimarrje defektoze. Pra, unë nisem gjithmonë nga presupozimi që ata janë gabim. Pavarësisht se në, po them përgjithsisht në publik ekziston një bindje për mendimin tim shumë e dyshim dhe e qortueshme që partitë politike, shteti, pushteti nuk gabon, ne jemi të gabueshme, është e kundërta në fakt. Kështu që ato kanë gabuar. Kanë gabuar, fjala vjen Partia Demokratike që në momentin që bëheshin vendimarrje kaq të mëdha për demokracinë, ajo zgjodhi të merreshe me primaret. Në momentin që bëheshin vendimarrje kaq të mëdha për mini revolucionin, pra finalizimin e mini revolucionit e quajta unë të votës së emigrantëve, u lan po ashtu për në ditë fundit diskutimet mbi çështjet e koalicioneve. Edhe kjo për mendimin tim shumë defektoze, mund kemi mundësi ta diskutojmë më vonë. Të gjitha këto si thua, ose u pamundsuan, pra ka qenë një manovër e atyre që kanë patur mundësi, pra partive ndoshta më të zgjuara që t'i linin këto çështje të rëndësishme të gjitha për në fund, dhe në fund ndoshta cilësia ka munguar për shkak se i tillë ka qenë intensitet. Shqiptarët zakonisht lën punët për në fund gjithmonë, nuk është politikanët në mënyrë të veçantë, por edhe ne si shqiptar jemi pjesë e gjës edhe pjesë e mënyrës se si mendojmë që vetëm në fund, pra është okay të jesh dembel gjatë gjithë kohës, por në fund duhet vepruar, kjo është provuar vazhdimisht gabim. Erion, më fal, Gerd, do të jap fjalën përsëri. Erion, sa kohë mendon që do ishte e duhur për t'ju lënë të gjithë diasporës që duan të regjistrojnë? Tani më fal, edhe pafundësisht kohë nuk është se mund t'i lësh, kur ti e di që data 4 është data e fundit, e bën një përpjekje. E vërtet. Koha teknike, për sa i përket kohës teknike, partitë politike dhe klasa politike shqiptare në një farë mënyre e pësuan si një traumë. Pse e them këtë? Diaspora prej vitesh po e kërkon këtë vot ta shprehë në vendin e saj. Problemi qëndron këtu sepse klasa politike nuk e ka pranuar asnjëherë këtë vot. Sot ne kemi të drejtën e votës, sepse diaspora nëpërmjet gjykatës kushtetuese në një farë mënyrë ja imponoi klasës politike që ta njihte këtë të drejtën tonë. Klasa politike e gjendur me shpatlla mbas murit mbas kësaj situate
filloi të organizohet, e organizoi votën, e kaluar në parlament, u aprovua, dhe një farë mënyre po flisim me shifra të ulta, duke transmetuar një lloj indiference të kësaj diasporës. Që është realitet, është e vërtet kjo pjesë. Kur panë që vota dhe regjistrimet po merrnin një trend tepërritës, dhe po flasim këtu, sot po flitesh një përllogaritje rreth 19-20 mandate që mund të vendosen me votën e diasporës, atëherë partitë politike filluan të angazhoheshin dhe ta kuptonin që po vinte një sinjal. Po i kapin më në Shqipëri, vetëm nëpër Itali, Gjermani, Greqi rrin. Nëse do t'i kthehemi pyetje sa kohë do duhesh akoma dhe më shumë. Por u gjendën në një situatë tepër të vështirë, një lloj precipitimi të ngjarjeve. Dhe po ndërtojnë ca kleçka për të ulur numrin e votuesve, do të më thuash? Jo, nuk është se po ulin ca kleçka, por koha që ju ngeli ishte ajo që ata as nuk e mendonin, do them ata parlamenti, klasa politike shqiptare, dhe normalisht ato që kishin nga ana materiale kohës e vunë në dispozicionin tonë. Pra për 2 muaj, se po flitet në datën 11 janar është hapur portali IPER dhe është mbyllur në datën 4. Kështu që afati është tepër i ulët. Më pëlqen që ti thua që regjistrimi mori një trend rritës. Por gjithashtu nuk është fort e gabuar, edhe kërkesa e Partisë Socialiste dhe zotit Celibashit i jepet një mundësi e dytë atyre që kanë gabuar në aplikimin e parë. Unë personalisht, tani ju më korrigjoni se keni drejtën tuaj dhe ju e njihni më mirë, sidomos ju që do voton në këtë rast me këtë lloj platforme. Por unë mendoj që një person që ka marrë angazhimin e meriton më shumë se një person që as nuk është interesuar fare deri në datën 4 mars të bëjë regjistrimin. Kjo është neglizhencë pastaj. Po kur ke 41.841 persona që kanë tentuar disa herë dhe kanë gabuar, kanë të drejtë të votojnë. Mund të ashtoj? Po, patjetër, po, me ty. Ne jemi mësuar në këto vite që klasa politike, partitë politike në Shqipëri kanë tendencën ta kontrollojnë votën e tyre. Është një lloj organizimi i tyre, ose nuk po them që e kontrollojnë. E dim të gjithë se kush po voton gjithë pallati, e kuptova logjikën. Kanë tendencë ta kontrollojnë. Numrat e mëdhenj, në një farë mënyre, logjikisht, i shtyn këto partitë kryesore që mos ta humbin këtë kontrollin e votës së tyre. Dhe për të evituar surpriza, kërkojnë që ta mbajnë sa më të reduktuar. Kjo është ajo çfarë mendojmë, okay? Nga ana tjetër është nëse do të kenë kohë, po patjetër, se nuk kushton asnjë, as KQZ-s besoj. Bën sens. Që ata që janë regjistruar gabimisht, t'ju lihet një kohë shtesë, dhe t'ju shpjegohet. Kjo është pranuar nga KQZ-ja. T'ju shpjegohet që keni një afat shtytës që të regjistrojeni siç duhet. 48 orë është. 48 orë. Kështu që pak është edhe ky afat. Shumë pak, flasim për 48 orë, se këtu nuk po flasim vetëm thjesht për 48 orë, a e përballon dot platforma 41.841 persona të riaplikojnë, është pak. Zoti Celibashi e ka siguruar publikun në më së një dalje. Që e përballon. Që teknologjia është e tillë që nuk ka problemet natyrës teknologjike. Dakor, po është zoti Celibashi që kur shkon të votojë pastaj elektronikisht i ngec ajo e votës. Kjo është ironi fati. Pastaj e përshëndesim zotin Celibashi, se gjithmonë atij ndodhin këto problemet kur voton dhe shumë e çuditshme. Më thuaj Andi, si është situata? Pak ti mund të flasësh edhe për ata demokratët që duan të votojnë. Po flas pak politikisht, se çfarë u tha më parë nga zotëria që janë disa gabime të politikanëve dhe 2 përmendi që ishin gabime, Partisë Demokratike se ka zgjedhur primarët dhe koalicionit. Është një narrativ. Jo, mos më shko te primarët dhe koalicionit tutem. Jo, s'u shkoj këtu, pra është një narrativ e përgjithshme e zhvilluar në Shqipëri që faji është i opozitës për çdo gjë. Le t'i kujtojmë qytetarëve që qeveria ka mjetet, administratën, vendimet, ligjet për të bërë me sukses një proces, nuk e ka opozita. Roli i opozitës është të sjellë mendimet e veta, propozimet e veta, po suksesi i mbarvajtjes së një procedure është në radhë të parë përgjegjësia e qeverisë. Kemi pasur 12 vite kjo qeverisje për të krijuar një lidhje me diasporën, se ju përmendët që ndoshta janë kush e meriton më shumë, ata që e kanë zhvlerësuar, është zhvlerësuar në përgjithësi diaspora në 12 vite. Dhe u kërkohet që për 2 muaj hajdeni të gjithë tani, ribëni letrat, hajde regjistroni. Kjo ka qenë narrativa e përgjithshme dhe kur kjo qeveri nuk marr përgjegjësi për faktin që s'është kriju lidhja, nuk është mbajtur lidhja gjallë, është gabimi i parë. Gabimi i dytë është që autoriteti administrativ që drejton zoti Celibashi është ai i detyruar me rezultat, jo me të bëjmë më të mirën. Se dhe kjo është krijuar një ide se hajde po bëjmë më të mirën. Një autoritet administrativ, siç është roli i zotit Celibashi, është të sigurojë suksesin e procesit dhe në asnjë rast, në asnjë vend, në asnjë mendim, përgjegjësia nuk mund bimbi opozitën, e cila lun vetëm rolin e alternativës, trysnisë dhe propozimeve që vinë në krahun e kundërt. Ajo që ne kemi parë dhe që mua më shqetëson është që një çështje kaq madhore sa ç'është vota e diasporës, janë vendosur probleme teknike dhe burokratike gjatë gjithë kohës. Qëllimi është madhor dhe kur kemi një qëllim madhor që është
vota e mundësia e shqiptarët votojnë nga vendi ku janë, ta kuptojmë qartë se diaspora votote duke u kthyer në Shqipëri, tashmë specificiteti është ata të kenë mundësinë të votojnë nga vendi ku jetojnë, atëherë nuk duhet ishin vënë. Po, nuk duhet ishin vendosur barriera me postë që gjithë. Nuk duhet ishte vendosur barriera burokratike, por duhet ishin menduar në mënyrat më të mira për ta çuar deri në fund. Shtyrja e afatit do ishte diçka e pëlqyer në kuptimin që ata do ndiheshin akoma më të vlerësuar dhe shtyrë. Pak është, por gjithsesi janë disa vota më shumë, disa shqiptar pa të tregojnë vullnetin e mirë që kemi dëshirë ta bëjmë. 2 ditë, domethënë. Po ta tregojmë atë vullnet, nëse s'janë asgjë, pse s'janë bërë? Vjen pyetja. Qëndrojmë një sekond tek vullneti. Danieli, jo vetëm një sekond, ta gjej Danielin pak, se Danieli mund të flasë edhe me shifra konkrete, të paktën aty ku ti je, Daniel, sa persona nëse e ke si shifër do të riaplikojnë ose do të përfitojnë nga ky 48 orëshi? Është një shifër goxha e madhe, është mbi 3000 persona. Por një pjesë e madhe të tyre, siç e kemi diskutuar më parë, nuk kanë aplikuar për shumë arsye të ndryshme. Problemi është që disa prej këtyre personave të cilët mund të riaplikojnë, i vjen ai mesazhi që ju tashmë keni aplikuar dhe nuk kanë përgjigje prej disa ditësh nga KQZ-ja. Dhe kjo sigurisht e të kurrë atë masën të cilën edhe mund të regjistrohet në këto 48 orë, paçka se 48 orë që përfundon sot edhe mënyra e komunikimit me këto njerëz është e më rëndësishme. Pra janë telefonuar me ato kontakte që kanë dhënë, ai është dërguar email etj. Ne kemi disa persona të cilët janë edhe pjesë e degës PD-s Bërjanit të Madhe, të cilët nuk kanë ndonjë Kur i bie komunikim përfundon nga sot në mesnatë? Sot në mesnatë përfundon afati. Po, sot është 48 orëshi. Sigurisht është e mirë që u zgjat si afat, unë gjykoj që duhet shkonte deri në fund javës, nuk kemi parë në afat për procese zyrtare kudo që përfundojnë të martën, edhe nuk përfundojnë minimalisht premten ose të dielën, sepse weekendi është parë gjithmonë si ajo periudha edhe me më shumë aplikime, kështu që unë gjykoj që kjo duhet të shkojë përtej 48 orëshit, por me sa duket qeveria ka refuzuar kërkesën e Partisë Demokratike. Gert. Do më pëlqente në fakt që kreu i shtetit, presidenti i Republikës, të mund të adresonte qeverinë e zgjedhjeve, që janë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve Zoti Begaj, po. Me dhomën e tij, po, dhe të apelonte strukturat shtetërore, të gjitha institucionet e shtetit shqiptar, përfshi subjektet zgjedhore, pra partitë politike që hyn në këtë garë, që të gjenin dhe eksploronin, pra të eksploronin dhe të gjenin, në fakt, çdo mundësi, çdo rrugë të mundshme për të bërë optimizimin e regjistrimit të emigrantëve, ndryshe ky do të ishte një mini revolucion i dështuar, nëse po themi një pjesë e konsiderueshme e tyre, projeksionet kanë qenë që në këto zgjedhje mund të kishim një regjistrim nga 500.000 në 600.000 shqiptarë që jetojnë jashtë Shqipërisë për të bërë pjesë e procesit zgjedhor, dhe e dyta nëse frejmi teknik, pra korniza është e ngurtë dhe pamundson mandej hallka të ndërlidhura sikurse janë printimi i fletëve të votimit, kontratat me postën etj. Unë do ta ftoja vendimarrësin shqiptar, do të apeloja kreun e shtetit gjithashtu të konsideronte deri shtyren e datës zgjedhjeve. Unë e përmenda në fillim 11 maj, po thua. 11 maj, po. Unë e përmenda në fillim të fjalës time që teknikalitetet e kanë fuqinë ta vrasin thelbin, ta vrasin substancën. Cila është substanca që ne na preokupon? Ne duam që të kapërcejmë deficitin demokratik. Në Shqipëri, në zgjedhjet e fundit kanë votuar vetëm 48-49% e totalit të zgjedhësve shqiptar që kanë të drejtë të ushtrojnë, pra kanë të drejtën e ushtrimit të votës, pra të zgjedhin përmes votës. Ky është deficit demokratik i cili në radhë të parë do duhet preokuponte vetë struktura demokratike, duke filluar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, subjektet zgjedhore që janë stakeholders vendimarrës për të modifikuar kodin, datën e zgjedhjeve. Të gjitha këto, fal parimit që ne kemi zgjedhur në Shqipëri, pra datë e zgjedhjeve e para, mënyra se si po themi numërohen votat, se si administrohet i gjithë procesi i votimit, është në fakt atribut i vetë aktorëve zgjedhor. Pra, unë mendoj që aktorët zgjedhor do duhet të gjenin mënyrën për të kapërcyer pamundësitë teknike. Ka pamundësi teknike, pa diskutim, procesi zgjedhor është shumë i komplikuar, si një matricë pune, sepse përcaktohen në një kalendar shumë të ngjeshur të gjitha proceset, duke filluar, pra, me njerë pas mbylljes së datës regjistrimit votuesve jashtë vendit, do duhet filloj përmes postës dërgimi, pra printimi dhe mandej dërgimi me postë i gjitha materialeve zgjedhore që ata do duhet të shprehin në këtë mënyrë vullnetin e tyre. Pra, të gjithë janë të heshtur, po ta vini re. Pra janë të gjithë të heshtur. Unë këtu fut dhe Partinë Demokratike ka patur përfaqësues të saj të cilët kanë folur si në Z, pra për mundësinë e shtyrjes së datës, por duket sikur nuk ka pasion.
Pra të gjithë ngelen atë komunikimin teknik, le të gjemi mundësi, le të gjemi hapësirë. Pra edhe si kur të gjendesh e konsensusi, vetë Partia Demokratike nuk ka shkuar për te fundjavës. Pra deri në fundjavë ishte edhe prej saj mirëkuptimi për të krijuar kushtet dhe rrethanat për kapërsimin e deficitit demokratik, ose për t'i dhënë sukses mini revolucionit për votimin e diasporës shqiptare në këto zgjedhje. Kjo ngre pikpyetje. Pra ngre pikpyetje dhe duket se si thua forca e zakonit prevalon mbi të panjohurën. Për të gjithë, jo vetëm për njërën palë, po për të gjithë. Je dakord me këtë që tha Erioni më herët, partitë politike u investuan më shumë dhe më fuqishëm tek diaspora në momentin që pan trendin në rritje, po mbi të gjitha kuptuan që okej, nuk është se janë 1-2 mandate. Pa tjetër, jo 1-2 mandate, unë do të shkoja më shumë. Pra në qoftë se ne marim për të bërë analizën rezultatin e fundit zgjedhor, më shumë se zgjedhësve, më shumë se shqiptarët që janë zgjedhës me drejt vote, ne i kemi aktualisht bashkëdetar që jetojnë jashtë kufive të vendit. Pra, unë mendoj që ata janë më shumë stakeholders në procedurën demokratike, pra shqiptarët që jetojnë jashtë kufive, se sa ne shqiptarët që jetojnë brenda kufive. Në këtë mënyrë, këtu nuk ka vend, pra nuk është ata u habitën kur pati Flux. Flux ka pasur 2 ditë e fundit, për fat keq Flux nuk ka patur, pra nuk ka patur flukset mira të regjistrimit të shqiptarëve në atë platformën. Por gjithsesi shifrat nuk janë ato që ata prisnin. Këtë kam përshtypjen. Nuk janë ato që të gjithë ne prisnim, dhe ndoshta nuk janë ato që ata vetë prisnin, dhe ndoshta ata nuk do donin të ndodhte ndonjë çudi, pra që shqiptarët të derdheshin për të ushtruar të drejtën e tyre të votës. Kjo është një pikpyetje shumë e madhe dhe mbi të gjithë votuesit, pra votuesit në fillim, partitë politike mandej, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Ta dëgjoj Ande se ma kërkoi fjalën përpara. Se ka rëndësi mbi çështjen e angazhimit partive politike në procesin e regjistrimit diasporës. Unë nuk e mendoj se partitë politike kanë investuar mbasi është rritur trendi, paktën më sa kanë përjetuar brenda Partisë Demokratike, siç ka ndodhur e kemi parë ne, ka pasur një angazhim fillestar shumë të madh të autoriteteve të qeverisë, me dalje të ministrave, të zëvendësministrave, të deputetëve, duke krijuar zyra që shkaktoi një kundërpërgjigje të Partisë Demokratike, e cila çështë e vërteta ishte shumë e bukur dhe madhështore, se ka mbi 150 takime të organizuara nga deputet, nga drejtues të Partisë Demokratike në diasporë. Edhe zhgëshetimi i këtyre elementeve, pra i parë interesi i vetë qytetari, i dyti një fillim lëvizje të strukturave të shtetit, që ne kemi parë edhe me regjistrime ku njerëzit prezantoheshin si antar të KQZ-s, dhe më pas ky kundërshturim politik i Partisë Demokratike në diasporë, që ndërthurja këtyre të treve bashkë shkaktoi këtë rritje në trend shumë të madh, deri që jemi sot që ka tejkaluar komplet pritshmëritë e qeverisë. Dhe duhet thënë që kur në një sistem si ky i yni, që pritshmëritë e qeverisë tejkalojnë, do të thotë që procesi aty ka dalë nga kontrolli, paktën në logjikën edhe në racionalitetin tim, dhe kjo është një lajm shumë i mirë për paktën deficitin demokratik që njerëzit të mund shprehen lirshëm në këto zgjedhje. Erion, po. Unë doja të shtoja vetëm faktin se në fillim diaspora, çfarë ne kemi pasur kontakt dhe kemi folur në diasporë, suksesi kësaj vote do të ishte tek regjistrimi dhe jo tek vota. Sasia, pra shumica, sa veta duan të ishin, japin ose të shtrojnë të drejtën e tyre. Sepse klasa jon politike dhe opinioni në Shqipëri kanë ngritur shpesh herë dyshime, duke thënë nuk jetojmë këtu, nuk kemi një farë të drejtë morale që të marrim pjesë, po edhe po të japim këtë lloj të drejtë, shikoni që ata janë të pa interesuar që të marrin pjesë në procesin politik. Vullë dhe limite tepër të ulta, flitesh tani paga shumë 60.000, 50.000 që mund të jetë numri të regjistruarve, duke demonstruar një lloj 232.000 kemi deri tani. Do të ishte 600.000 në fakt, jo 600.000, 600.000 për të krijuar një masë kritike. Jo, siç pritshmëritë e tyre thotë Erioni. Në pritshmëritë e politikës në Shqipëri në fillim ka qenë 60.000, mendoj. E ka thënë vetë Celibashi. Ka qenë buxhetuar në kanë qenë është buxhetuar për kaq, 232.000 deri tani. 232.000 nuk është sukses. Është akoma edhe më shumë sukses. Ajo që më preokupon në një farë mase, është thirrje që i kemi bërë gjithmonë dhe bashkëdhetarëve tanë të shprehin një vot në bazë të bindjeve të tyre, dhe kjo do të ishte para për të rritur nivelin e demokracisë në vendin tonë. Dhe dyta, shpresoj që klasa politike shqiptare ne kemi pak si zakon në këto 30 vjet demokraci që çdo herë që bëhen zgjedhjet kontestohet vota në forma nga më të ndryshme. Unë shpresoj që mbas këtyre zgjedhjeve vota e diasporës, dhe pse instrumentat që janë tani në fushë që do numërohen dhe do të kaluar janë tepër transparent me atë çfarë kemi dëgjuar deri tani nga KQZ-ja, po shpresoj që kjo votë të respektohet verdikti i kësaj pavarësisht linjës politike që do të prevalojë në fund do të jetë një e majt apo e djathtë. Sepse kjo do të ndikojë në të ardhmen në pjesëmarrjen e viteve e mandateve të tjera, në zgjedhjeve të tjera në atë të diasporës. Ne jemi një pjesë e domosdoshme e Shqipërisë. Pse e them këtë? Në 30 vjet diasporë kemi arritur një nivel tepër të lartë si nga ana ekonomike, si nga ana kulturale, flas asaj e biznesit. Kështu që
mendojmë që gjithë të kapacitet që kemi formuar ande, të japë një shifër, për shembull, në Itali janë mbi 40.000 ndërmarrjes sipërmarrës shqiptar. Para disa ditësh dhoma e tregtisë kishte dalë që mbi 1.500 e kaloi shifrën e faturimit mbi 1 milion euro. Do të ishte logjikshme që raportet midis kësaj diaspore, si nga ana ekonomike, si nga ana teknologjike, si nga ana formave të ndryshme që ne kemi kontribuar në ato vende, të mundonim t'i kanalizonim në Shqipëri. Dhe vota nuk është gjithë tjetër, veç se e drejta e votës nuk është gjithë tjetër, veç se një lidhje, një përforcim akoma më shumë raporteve që ka diaspora me shtetin shqiptar. Kështu që nuk do të jem minimal, duke thënë që mjafton vetëm regjistrimi, duhet të jetë patjetër edhe vendimarrja, por ajo që është më kryesore, respekti kësaj vote dhe mos të instrumentalizohet në fund fare duke konsideruar diasporën si një pjesë, si një shtojc. Nuk besoj që pas kësaj i trajton dikush si shtojc. Kjo është pak po e sigur. Unë nuk jam shumë i sigur për këtë. Okej, po pas rezultatet dhe interesimit që patëm për të marrë pjesë në këto zgjedhje, dhe duke parë dhe partitë politike, se këtë do i bëj pyetje të fundit Danielit, se pastaj bashkë do të flasim për koalicionet, po. Daniel, partitë politike shumë të investuara, fushat elektorale e mirëfillt në shtetet të ndryshme, në qytetet të ndryshme, në Itali thuaj se kanë qenë në çdo qytet ku ka shqiptarë. Prandaj e them këtë. Mendon që e kanë bërë maksimumin e tyre, pra e kanë bërë fushatën e tyre në diaspora ashtu sikundër bëjnë gjithnjë në Shqipëri? Sidorela, për këtë pikë dhe disa gjëra tjera të vogla. Atëherë unë gjykoj që partitë politike, po sigurisht partia politike pjesë e cilës unë jam Partia Demokratike ka bërë maksimumin për të rritur nivelin e informacionit. Shiko, Daniel, lutem, mos e bëj, të lutem, shiko, jam dakord me ty, po mos e bëj këtë ndarjen, të paktën unë flas për Partinë Demokratike. Ti ke televizor, i ke ndjekur edhe ato takimet e Partisë Socialiste, nuk është se nuk i ke parë. Po flas në përgjithësi për fushatën, si të zhdukur që e kanë bërë. Atëherë, unë gjykoj që është bërë fushat e kënaqshme kur vjen puna tek limiti kohor i cili ka qenë i vendosur. Afatet ligjore në lidhje me votën e diasporës janë shtyrë shumë deri ku arritëm në atë afat që kishin vetëm 54 ditë për të regjistruar, kështu që gjykoj nëse i marrim këto afate kohore, besoj që është bërë një punë e mirë nga forcat politike shqiptare. Ato gjëra që unë doja të shtoja, nëse mundem, është që në radhë parë është një updatimi i KQZ-s ku janë 241.000 tashmë të miratuar zgjedhës dhe janë diku te 6.000 në shqyrtim. Pra mendoj që nuk e kalojmë dot 250.000 edhe nëse duam, por në fillim të kësaj fushate, në bazë atyre mendimeve të ndryshme, unë gjykoj që numri është i pritshëm dhe e ka tejkaluar atë që prisnim, sepse është një proces që ndodh për herë të parë dhe niveli i informacionit ka qenë deri diku jo i dur. Pra nuk shumë njerëz akoma e dinë që aplikimi do bëhet në e-Albania dhe jo në portalin e KQZ-s. Po, është vërtet, ka pas mungesë informacioni. Kjo është fillestarja. Ajo gjëja që është shumë e rëndësishme për të thënë është që kemi 241.000 votues të regjistruar dhe kjo, nëse e llogarisim, e tejkalon në një numër shumë të madh edhe diferencën që kishin dy koalicionet kryesore në zgjedhjet e kaluara. Pra, diferenca ka qenë shumë e vogël, diku te 35.000 nëse vendosim Partinë Demokratike dhe Partinë e Lirisë bashku, kështu që gjykoj që diaspora do ta bëjë diferencën. Flitet për 22 deri 25 mandate. Mendoj që diaspora duhet të mendoj mirë dhe do gjykoj mirë kur vjen puna tek hapi tjetër tashmë. Daniel, faleminderit, të përshëndes. Faleminderit, të përshëndes. Shiko, Gert, më bën përshtypje në momentin që Danieli bën një lloj përshkrimi të situatës, për mendimin tim, 250.000 janë shumë. Ndoshta ju padyshim keni qenë përgatitur për më shumë, sa unë disa shqiptar ka jashtë vendit. Po, kur sapo nis, është hera e parë, ka një lloj besueshmërie për ta çuar, dëgjohet apo jo, është çështje tjetër se ne dimë se funksionon në Shqipëri dhe sa shumë ta thash më herë manovra bëhen. Po dëshirë për të thënë vendimin e tyre. Po, është për të përgëzuar, por është e pamjaftueshme, sepse matematika na ndihmon që ta shikojmë realitetin për atë që është. Në mosgaboj janë diku rreth 4.200.000 shtetas shqiptar me të drejtë vote. Pra kjo përbën plus minus listën tonë të votuesve prej në mosgaboj 2 palë zgjedhjesh më të fundit që kemi pasur, pra për shtetin vendor dhe për pushtetin, pra zgjedhjet e 25 prillit 2021 për Kuvendin e Shqipërisë. Që do të thotë që nëse biem dakord, ose nëse lexojmë shifrat e censusave, por ndjekim media dhe dëgjojmë diskutimin publik, gati gjysma e shqiptarëve, ose më pak se gjysma, nuk jetojnë brenda kufive të territorit tonë. Që do të thotë që në 4 milion... Sa të mirë informuar janë për politikat këtu, qoftë për koalicionet? Janë pak të informuar, unë do të thosha që nëse do të bënim një analizë sociologjike, fakti që ne nuk kemi fjallavjen 500.000, por kemi vetëm... 200.000?
leta rumbullakosim 250.000 mund të jetë kjo shifër, edhe për lehtësi. Tregon që kanë pak interes për të kuptuar si shkon politika këtu. Shqipëria është braktisur, dhe kur braktises Shqipëria dhe demokracia e saj mund. Dakor jam Erione, e di që po më kërkon fjalën dhe e di që ti ke informacion, po flasim për shumicën. Dhe vetëm një kalkulim zbritës do të bëj. Pra nëse bijem dakord që jashtë kufive të Shqipërisë, nuk po them gjysma, po 1.500.000 zgjedhës jetojnë jashtë kufive të Shqipërisë, dhe prej tyre vetëm 250.000 arrin të regjistrohen, ne nuk kemi mundur dot të rikuperojmë minimalisht 3/4 e potencialit demokratik të votuesve që janë përtej kufive të Shqipërisë. Do ta jap fjalën tani Erion, sa të përfundoj një sqarim të shkurtër për gjithë ata që na ndjekin, po besoj edhe në ekranin e Top Channel, ka qenë kolegja Elda Menga e cila ka saktësuar në disa raste shumë partit me të cilat ka bërë koalicion Partia Demokratike, Aleanca për Shqipërinë madhështore është quajtur, e përbërë nga Partia Demokratike pra e zotit Berisha, Partia e Lirisë e Ilir Metës dhe 24 forca të tjera politike. Por më lejoni t'ju them që ka dhe parti që kanë vendosur të garojnë të vetme, siç është Partia Socialiste, po ashtu PSD-ja, koalicione, po partia mund ta quaj këtë mundësia. Partia e Tom Doshit. Jo, kjo mundësia. Partia vetë, nuk është partia koalicione, ka vetëm të regjistruar në PQZ. Partia mundësia, atëherë që t'jem korrekte. Lëvizja Bashkë e zotit Erlind Qori, për qenë të qartë, dhe Partia e Re e zotit Lulzim Basha. Ta kanë vendosur të garojnë të vetë, PSD-ja është e zotit Tom Doshi. Edhe PS-ja, mos harroni, po PS-n e thash të parën, Partia Socialiste e vetme, Tom Doshi me PSD-n, mundësia e zotit Agron Sheaj, Lëvizja Bashkë e zotit Erlind Qori dhe Partia e Re e zotit Lulzim Basha. Kanë vendosur vetëm. Tani kjo është pyetja dhe jo pa qëllim ja thash Gertit, me cilin do e mbyll bisedën sot, po dua t'ju pyes Andin edhe Erionin fillimisht. A janë të informuar qytetarët në diasporë lidhur me qoftë koalicionet, nuk duhet i quaj pazare politike, po këto momentet kur i bashkon ideali? Ne do të kemi, ju më bët pyetjen për sa i përket koalicionet. Ka pa qartësi dhe në Shqipëri për sa i përket kësaj. I ka, më dëgjove mua, mundësia. Kështu që ka pa qartësi dhe në Shqipëri duke parë koalicionet tani që janë mega të mëdha, duke u futur brenda 25 parti e të tjera. Atë që u mund t'ju them është që nëse do t'i vëmë një mesatar informimit të qytetarëve shqiptarë që janë në diasporë në krahasim me qytetarët e tjerë të Europës, duke marrë në balancë relativisht me opinionet politike që kanë, qytetarët shqiptarë janë shumë herë më të interesuar dhe më të informuar për çfarë ndodh në Shqipëri se sa i quajmë bashkëqytetarët e tjerë që jetojnë në Europë. Nëse do të kapim një qytetar mesatar italian dhe një qytetar shqiptar, është më informuar shqiptari për Shqipërinë se sa italiani për Italinë. E para, e dyta, ne duhet dimë një gjë që sot politika nuk është e nevojshme të futet shumë thellë. Sot politika ka dy element kryesor. E para është e mediatizuar, kështu që informacionit vjen në mënyrë të menjëhershme dhe nga smartphone-i të cilën disponojnë që gjithë. Dhe e dyta është një politikë e personalizuar. Sot mjafton të njohim liderin politik, të kem dhe direkt mund të bëjmë lidhjen e orientimit se na bind apo jo. Pra, elementët kryesor që duhet për të marrë një informim bazë politik, qytetarët shqiptarë në diasporë këtë e kanë. Absolutisht. Andi? Unë mendoj se ne jemi gjithë ky proces ka treguar mangësitë edhe një që ne kemi. Fol pak për koalicionet, lëm procesin. Koalicionet e Partisë Demokratike, 24 forca të tjera përveç PD-s Berishës dhe PL-s së Metës. Po pra se vetëm ne mund të ripërkufizojmë rolin e diasporës nëpër botë. Ky rast është shumë i rëndësishëm të mësojmë nga çfarë ka ndodhur që mos ndodhim më që tani e tutje diaspora të ketë një rol institucional, ka shumë shtete që kanë diaspora të institucionalizuar, të mendohet organizimin që mos gjendemi më në këtë situatë. Për sa i përket koalicioneve, unë mendoj se kjo çështje e koalicioneve ka vendosur çdo njeri përpara pasqyrës. Se çfarë mendojmë ne, se si mendojmë ne dhe se ku jemi ne sot. Unë personalisht vlerësoj se jemi një lloj lufte politike në një regjim autokratik. Nëse mendoj që jam në situatë tillë, atëherë unë duhet që mbrapa projektit të Partisë Demokratike të hap derën të gjithë atyre që duan të bashkohen. Sepse nëse jemi në një luftë, edhe një herë metaforike politike, nuk e ke dojë mos luksin të zgjedhësh njerëzit, por ke luksin të zgjedhësh rrugtimin tënd, parimet e tua dhe kush do të bashkohet. Unë jam i gëzuar që Partia Demokratike ka bërë përtej sarkazmave që mund të quhen për partitë e tjera të vogla që mund të jenë bashkuar, ka bërë një aleancë të madhe sepse ka treguar që është e ndërgjegjshme për gravitetin e situatës në cilën ndodhemi. Edhe është kosto kjo më shumë për demokratët se sa për popullin e gjerë. Sepse duhet i shpjegohet njërë demokratëve kjo gjë, dhe kjo është përgjegjësia e leadershipit. Dhe njëherë unë jam i gëzuar që po vi këtu përpara jush, që të themi që Partia Demokratike është parti e mbyllur, apo parti që se ndjek njëri, por është parti që është hapur, mbrapa një programi edhe një vizioni, edhe ka arritur të mbledhë njerëz rreth vetes. Kështu në këtë aspekt kjo është diçka pozitive. Me aq përplasje sa pati PD-ja brenda vetes, nuk besoj që ka guxim njëri të thotë që janë parti e mbyllur. Na thojnë nëse më lejon diçka të vogël. Nga të dyja partitë politike që kanë ardhur në diasporë, që i ka lëvizur në diasporë, ju dini sot që neve në Shqipëri kemi një strategji kombëtare të diasporës, një plan
e cila ka filluar të zbatohet, ky plan ka filluar të zbatohet me ta shtuqytur Ministria e Diasporës në 2019. Sot ne flasim për diasporën, por sot ne nuk kemi asnjë ministri të diasporës. Sot kemi thjesht një agjenci e cila nuk është e vendosur me ligj, është e vendosur me VKM për të treguar dhe nivelin e sigurisë dhe cilësisë së vendimarrjes, dhe asnjëra nga partitë politike që kanë lëvizur në të gjithë diasporën nuk kanë premtuar jo të premtuar, por nuk kanë impenjuar apo të shpjeguar se çfarë do të bëhet me diasporën dhe çfarë do të bëhet me ata. Jo, e ka shpjeguar të nëse atë vetëm një sekondë, se kemi minuta pafundësisht për të sqaruar këtë pjesë. Jo, kjo ka shumë rëndësi, është e vërtetë. Transferuar debatin nga brenda. Shella, para se ti mbes atrin do kujt nga partitë e tjera që nuk përmenda, dua gjithashtu të saktësoj që sipas marrëveshjes së Partisë Demokratike, Berisha ka pranuar të jap Partisë së Lirisë së zotit Meta 4 deputet në listat të sigurta, ndërsa nga një do të marrin zoti Fatmir Mediu, Shpëtimi Driz me partitë e tyre respektive, zoti Vangjel Dule dhe zoti Agron Duka. Çamët dhe grekët bashkohen rreth Berishës, i cili ka lënë në këtë mënyrë 8 mandate të sigurta për aleatët. Berisha ka thirrur në ndihmë edhe Kujtim Gjuzin, Selamien Nisherin, Sazan Gurin dhe Kostaq Papën, ky i fundit i njohur për deklaratën e famshme nëse kujtoni në foltoren e kuvendit. Siç ju thash, Partia Socialiste ka vendosur përfundimisht të garojë vetëm pas një koalicion, ashtu si PSD-ja, Mundësia, Lëvizja Bashk dhe Lëvizja Zotit Lulzim Basha. Po gjithashtu, në mos gaboj, flasim pra edhe për një lloj koalicioni djathtas për zhvillim, është ai me zotit Enkeleda Libeaj dhe zotit Dashamir Shej, dhe Nisma Shqipëria bëhet me zotin Adriatik Lapaj dhe zotin Shabani. Për frontin opozitar, fakti që janë konfiguruar në 3 koalicione është lajm i keq. Nuk ka nevojë të shpjegohet formula. Janë shumë 3. Është kundër matematikisht, po. Po, atëre, në frym, kur vendosën koalicionet në vitin, shumë shkurt, në vitin 2009, dhe do të marrë dhe një shembull për ta ilustruar, synoheshe që formula, që është e komplikuar dhe kështu siç e kemi, formula jonë zgjedhore, një proporcional rajonal pothuajse i paguptimit, të mundeshe që të maksimizoheshe, pra çfarë nuk mblidheshe nga partitë, të mblidheshe nga koalicioni si ombrell e partive që rreshtoheshin në një front apo në një tjetër. Unë kështu e kam kuptuar frymën e kodit zgjedhor dhe të formulës tonë që mund të ketë 2 ose tek 2 bëhet optimizimi. Të kesh 3 koalicione në frontin opozitar, pra që është interesuar për rotacionin politik, ndodh për herë të parë, ka patur 2 koalicione në vitin 2009, PS-ja dhe LSI-ja, kjo e fundit mblodhi më shumë partisë se sa PS-ja, të dyja humbën, dhe u bë koalicioni pasaj që LSI-ja lidhi marrëveshje si humse me Partinë Demokratike dhe mbajtën pushtetin dhe për 4 vite të tjera. Për herë të parë kemi 3 koalicione në opozit. Është lajm i keq për rotacionin dhe ka optimist që mund ta kenë uruar që dje zotin Rama apo Partinë Socialiste, sepse ka garantuar premisat për një fitore në 11 maj. E thënë më shkurt. Nëse doni ta elaborojmë, jemi Jo, unë kuptova, ta kuptova logjikën shumë qartë. Andi, faleminderit, shumë faleminderit Erion. Dhe Gerti, faleminderit. Kënaqësi. Ishte kënaqësi. Mirë, ne do të dalemi shumë shkurt në një hapësirë publicitare, do të kthehemi të flasim për Greqinë. Kujtoni se si një javë më parë kemi ndjekur live të gjithë zhvillimet edhe protestat shumë të mëdha që u mbajtën në të gjithë qytetet e Athinës, Selanikut dhe jo vetëm në Greqi. Por me sa duket, 4 parti opozitare kanë vendosur të dërgojnë në parlament një mocion mosbesimin ndaj Mitsotakis, i cili për herë të parë duket se rrezikon vërtet të humbas drejtimin e Greqisë. Pas pak.